Përshëndetje, paqja qoftë mbi ju. Siç e dini, kohët e fundit ka dalë një libër që na ka lavdruar shumë ne muslimanët, në thonjza. Më saktë na ka lavdruar është ai që na do është Allahu dhe jo njeriu. Kështu që njeriu thjesht përpiqet të gjejë vendin e vet në këtë botë, tek tuk, duke u përpjekur për të vënë në qendër të vëmendjes. Dhe sigurisht nuk do mungonte një libër i tillë nga një islamofob i hapur, i deklaruar më përpara, sigurisht, si Ben Blushi, si Zoti Ben Blushi. Nuk dua t'i heq atë respektin, pavarësisht se ai i hoqi respektin pjesës më të madhe të muslimanëve, duke i ndarë muslimanët në musliman dhe islamik. Me thënë, krijoi diçka të re zotëria, por që më tepër për ata që janë kureshtar të dinë të çka e libër. Unë nuk është se lexova gjithë librin, por atë pjesë që unë dëgjova nga më duket ishin duke bërë publikimin e librit, dhe një pjesë aq më duhej për të kuptuar kuptimin e gjithë atij libri. Domethënë, ndarja që Zoti Blushi i bëri musliman dhe islamik. Domethënë, sipas tij islamikët futen tek pjesa e errët, e keqe, dhe muslimanët janë të mirë. Domethënë, ndërkohë që ne jemi një. Gjithsesi, mua nuk më intereson të flas më shumë për të. Unë do flas argumentat dhe mbi të gjitha dua të hedh poshtë atë lloj libri, sepse nuk është asnjë libër kush e di se çfarë, nuk tregon asnjë, përveç se tregon një dashakësi për brenda dhe asnjë gjë tjetër, dhe përçarje mbi të gjitha. Domethënë, ka shumë njerëz që flasin në emër të paqes, por ndërkohë janë ata që i bëjnë të gjitha gjërat më të këqija, janë ata që nuk duan paqe dhe janë ata që bëjnë zullum, si themi në gjuhën popullore. Përgjigjja ime për atë libër është vetëm kjo. Nuk ka asgjë më të lehtë për të folur mbi një fe që nuk e kupton dhe për ta përshkruar përmes paragjykimeve që ke trashëguar, jo përmes njohjeve dhe diturisë fituar. Në librin Unë jam musliman, Ben Blushi është përpjekur t'i paraqesë muslimanët si islamikët, gjë që nuk e di pse ka bërë këtë lloj ndarje, sepse është e njëjta gjë. Është përpjekur t'i paraqesë muslimanët si njerëz të rëndomt, të nënshtruar, fanatik, njerëz të prapambetur. Në fakt kjo nuk tregon asnjë gjë, domethënë ky libër nuk tregon asnjë gjë për muslimanët, përkundrazi, nuk tregon asnjë të vërtetë për muslimanët, por tregon të vërtetën e madhe që mbart autori brenda vetes tij. Një e vërtet, plot paragjykime. Islami nuk është ajo që ka paraqitur autori i nderuar. Islami është fe e paqes, është fe e diturisë, është fe e drejtësisë, është fe e dinjitetit njerëzor. Ai që e ka lexuar Kuranin me zemër të hapur, e di shumë mirë që Zoti i fton njerëzit, i fton me arsyetim, nuk i fton me logjik. Kurani nuk i fton njerëzit në verbri, në urrëtie. Kurani i fton njerëzit në respekt dhe në mirësi, asnjë gjë tjetër. Në vend që të përdorim fjalët për të përçarë, le të përdorim mendjen më mirë për të kuptuar. Një shkrimtar që do të kishte vërtet një mendësi të lirë, do të përpiqej ta kuptonte fillimisht fenë e tjetrit dhe jo ta përqeshte atë. Do të përpiqej të hulumtonte, të studionte, të lexonte, meqense është shkrimtar. Në librin Unë jam, se nuk po e vazhdoj musliman, sepse nuk ka kuptim për ta thënë unë jam musliman. Në këtë libër Unë jam, Ben Blushi është përpjekur për të portretizuar historinë me paragjykime dhe letërsin me ideologji. Dhe si përfaj i ardhur nga një post-komunizëm me 50 vite diktaturë,
normal, ateist komunist. Bemblushi në këtë libër nuk është përpjekur për të paraqitur muslimanët siç është në të vërtetë, siç është feja, nuk është përpjekur as ta lexojë, domethënë të lexojë asnjë gjë. Ai është përpjekur thjesht të vendosë apo të imponojë në shkrimet e tij mendimin, kuptimin e tij. Domethënë është çdo gjë një mendim i tij, një paragjykim i tij do të thoja, sepse nëse një njeri do të ishte i lumtur dhe tolerant me fenë e dikujt tjetrit, nuk do të bënte këtë lloj krahasime apo përçarje, jo po musliman, jo po islamik. Blushi përpiqet ta portretizojë islamin apo islamikët me ignorancën, duke harruar në fakt që është dije. Kur profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, u shpall Kuranin, gjëja e parë që është shkruar në Kuran është fjala lexo. Dhe është për një arsye, për të marrë dije, jo për të thënë brot shkolla apo atë urrëtien e brendshme tënden për shkak se nuk e di përse ti ke dëshirë që ta shpalosësh dhe të thuash që kjo është Islami. Islami është një fe e diturisë dhe mendimit. Që në shekullin e 8 muslimanët ngritën qendra të mëdha studimi si në Kairo, në Afganistan e tjerë, atëherë kur morën dhe emrin universitet dhe që bota perëndimore nuk ishte hasur ende me universitetin. Pikërisht nga muslimanët bota mësoi mbi mjekësinë, astronominë, mbi kulturën, mbi çdo gjë tjetër, pikërisht nga muslimanët. Kështu që si bie, a ishin këta themelues të ignorancës apo diturisë? Sipas tij, gruaja është e shtypur, gruaja mbulohet me detyrim etj, që ka thënë 2-3 gjëra aty, ndërkohë që Islami e nderon gruan. Islami i ka dhënë të drejtat e para ligjore gruas mbi të gjitha vendet e tjera, domethënë për herë të parë të drejtat ligjore i ja ka dhënë Islami gruas. Që është e drejta e trashëgimisë, e drejta e pronës, e drejta e arsimimit, edukimit, e drejta e biznesit, e drejta edukimit, e drejta e nderimit si nën më sakt. I ka dhënë dhe një vend të veçantë si nën mbi të gjitha për t'u vlerësuar dhe respektuar. Dhe ka qenë pikërisht profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, që ka thënë parajsa ndodhet nën këmbët e nënës, për të treguar një respekt të madh. Nëse do kishte shtypje apo do kishte një poshtërim të femrës, ai nuk do të thoshte këtë fjalë, apo jo. Në Islam gjejmë figura të larta të femrave, siç ishte Hatixha, paqja qoftë mbi të, e cila ishte një biznesmene e fuqishme, apo një grua e biznesit, a themi me pak fjalë, apo Aisha, paqja qoftë mbi të, që ishte një grua dietare në botën islame. Le të kalojmë tek pjesa e lirive dhe të drejtave apo imponimi i fesë, siç thotë një pjesë zotëria në libër. Në surën Al-Bakara, askush nuk ka të drejtë të detyrojë fen tek tjetri apo ta imponojë fen tek tjetri. Çdo kush që kryen ekstremizma, çdo kush që kryen dhunë, çdo kush që kryen akte në emër të fesë, ata nuk janë musliman. Kështu që një herë mirë duhet ta kuptojnë të gjithë. Janë njerëz që përdorin fen, ashtu siç kanë në botën e krishterë, që kanë përdorur krishterimin për të bërë shumë krime dhe mbi të gjitha dhuna seksuale. Çdo akt ekstremizmi apo dhune nuk është në parim me Islamin. Kështu që është e kundërta e asaj që zotëria shprehur në librin e tij të famshëm. Nuk ka asgjë të keqe të kritikosh, por është një gjë shumë e keqe të fyesh. Letërsia duhet të ndërtojë ura dhe jo mure. Dhe kush flet për Islamin pa e njohur është një lloj si dikush që e gjykon një libër pa e hapur kurrë. Ne muslimanët nuk kemi nevojë të mbrohemi me zemrim. Është vetë feja jonë që flet nëpërmjet shembullit tonë.
Prandaj shoh dhe shumë musliman që fyejnë e flasin në një mënyrë të keqe, në një mënyrë të egër, në një mënyrë që nuk është shembull i Islamit. Dhe disa njerëz që janë si puna e autorit tonë të nderuar Blushit, që janë të mësuar të shohin njeriun dhe jo të hapin librin e Kuranit dhe të lexojnë si është e vërteta, do keq kuptohen në të tilla raste. Kështu që mbani qetësinë dhe thjesht tregoni shembullin tuaj. Një musliman i vërtet dallohet përmes sjelljes, përmes paqes që ai përçon, përmes njohurive të mira që ai jep, përmes diturisë dhe jo përmes gjërave që të tjerët mezi presin për të na krahasuar dhe për ta shndruar Islamin në diçka që nuk është. Por edhe heshtja ndaj fyerjes nuk është një opsion. Por ne duhet flasim me argumenta, duhet flasim me njohuri, duhet flasim me qartësi dhe me paqe në atë formë. Sigurisht nuk mundemi të qëndrojmë të heshtur nëse diçka mbi Islamin fyhet. Në librin Unë jam, ... Ben Blushi paraqitet të ndaj Islamin në musliman që janë të mirë dhe islamikët sipas tij janë të këqij. Dhe kjo tregon qartazi një po e them në mënyrë figurative, një ignorancë, po e them me të mira sepse nuk do të duket e ashpër, po tregon vërtet një moskuptim diturie, njohurish dhe sigurisht një ignorancë mbi Islamin. Kjo është një formë e autorit për të treguar mendimin e tij personal që shiko, feja është e keqe, por kush e praktikon më pak, Islamin është më i pranueshëm se dikush që e praktikon më shumë apo që i bazohet pik për pik sipas Kuranit. Domethënë ai është i rënd, ai është kundërshtar, është një njeri i nështruar, ai është një njeri i shtypur, ai është një njeri që nështron të tjerët. Domethënë, kështu i duket Zotit Blushi kjo gjë. Dhe kjo pikërisht arrin të krijojë një përçarje. Domethënë ai po bën një propagandë këtu, një propagandë figurative, letrare, artistike sipas tij, por që është një përçarje në vetvete. Nuk ka përçarje apo ndarje në Islam, nuk ka islamik apo musliman, është vetëm një musliman, njerëz jemi ne që besojmë në Allah, në të vetmin Zot dhe në profetin e tij Muhammed, paqja qoftë mbi të. Kurani nuk i ndan muslimanët, Allahu nuk ndan muslimanët, Allahu thjesht e di që çdo musliman gabon, pendohet, bën mëkate sigurisht, përpiqet, sakrifikon, bën gjëra për të adhuruar Allahun dhe sigurisht Allahu ka thënë që më i miri prej jush është ai më i devotshmi. Domethënë shihet devotshmëria në Islam dhe Islami nuk e lejon që dikush të ngrihet mbi tjetrin. Domethënë ai që është mbi tjetrin është vetëm në bazë të devotshmërisë dhe atë e di vetëm Allahu. Muslimani është ai që njerëzit janë të sigurt nga dora dhe gjuha e tij. Domethënë kur je me një musliman je i mbrojtur. Por njerëz si puna e autorit që ndoshta nuk dinë, nuk janë thelluar për të lexuar, siç është thënë edhe në Kuran, lexo, normalisht do ta paragjykojnë dhe do ta kishkuptojnë dhe çdo gjë që është e mirë, çdo gjë sulmohet. Këtë ta dini, ta keni parasysh. Çdo gjë sulmohet dhe çdo gjë bëhet në atë formë që të krijohet një frikë prej kësaj gjës. Ai shprehet që nuk ka asnjë gjë me muslimanët, përkundrazi është rritur nga muslimanë etj. Nuk e vë në dyshim që mund të jetë rritur nga musliman, siç thot ai, nuk e di, nuk jam në jetën e tij, por një gjë e di që përpiqet të sulmojë Islamin në një mënyrë të sofistikuar, duke i ndar ato. 1, kemi përçarje dhe 2, kemi sulm tërthorazi. Domethënë nuk e ka deklaruar haptazi, por në momentin që e ka bërë një përçarje islamik dhe musliman, që sipas tij kush është më praktikant më pak, që nuk i bindet, domethënë 50% apo 70% Kuranit, kush beson por nuk i bën praktik
nuk është praktikant, për të janë musliman. Po kush është praktikant që zbaton urdhrat, vendos mjekrën që ai e tregon një mjekër të yndyrshme, ndërkohë që mjekrat tek burrat, në fakt sipas Islamit i shpëton jetën burrit mjekra, sepse i shpëton jetën nga shumë baktere që mund të vinë dhe ta sulmojnë. Kështu që për atë është dhe mjekra, por edhe këto duhen studiuar, jo thjesht të krijojmë imagjinata. Gjithsesi, mua nuk më vjen keq teksa dëgjoj, unë që kur e lexova, që kur e parandjeva se ç'do shkruante, e dija shumë mirë se ç'mund të presësh nga një ateist që është rritur nga musliman. Nëse do ishte rritur nga musliman, do kishte respekt për muslimanët. Dhe nuk ka musliman apo islamik, ka musliman, njerëz të paqes, ashtu siç është dhe Islami, dhe nëse ty të duket më mirë dikush që praktikon më pak dhe më keq dikush që praktikon më shumë, atëherë mbaj për veten tënde, sepse Allahu është i madh, Zoti është i madh dhe uroj që të udhëzohesh, të ndash muslimanët në islamik apo musliman është një lloj si të ndash njerëzit nga ngjyra e lëkurës. Dhe duke thënë këtë, është në të njëjtën kohë një formë racizmi, një formë diskriminimi që përdor autori. Islami është i njëjtë për të gjithë dhe ajo që dallon njërin nga tjetri nuk është se sa fetar dukesh nga pamja jashtme, është më shumë se sa sinqeritet ti ke brenda teje për atë fe. Ne nuk duhet heshtim sigurisht përballë këtyre shtrëmbrimeve, por gjithashtu nuk duhet as të bijem në nivelin e atyre që kërkojnë të na përçajnë. Sepse Islami në të vërtet është dije, mëshirë dhe dituri. Dhe nuk ka islamik të ndarë në islamik dhe musliman sipas opinionit personal të autorit. Islami vërtet është bashkim, është dije, është mëshirë. Kështu që pavarësisht se njerëzit kërkojnë të përçajnë njerëz me mentalitet të dobët, do thosha unë, këta që i quajnë veten të sofistikuar, por ndërkohë janë të mbushur plot ignorancë për brenda, sepse nëse je një njeri i lirë, nëse je një njeri i paqt, nëse je një njeri kaq i mirë, një njeri i rritur nga musliman, nuk do flisje si një islamofob. Dhe ndoshta ty të vjen keq nëse njerëzit e quajnë islamofob. Islamofob nuk është fyerje, islamofob do thotë kesh frikë nga muslimanët, dhe në fakt ti nuk duhet kesh frikë nga muslimanët, duhet kesh frikë vetëm nga Allahu, sepse nuk ka musliman që ndahen në islamik apo musliman. Vetëm sepse ty dikush që të duket më i devotshëm, ke frikë prej tij, dhe dikush që të duket më pak i devotshëm, aty duhet kesh frikë pastaj. Tek ata që duken më pak të devotshëm, ose që s'janë fare të devotshëm. Kështu që unë nuk e kuptoj logjikën e urrëties, nuk e kuptoj atë logjikë se si një njeri humbet aq orë duke shkruar për diçka që nuk e kupton, për diçka që nuk e di. Një njeri që gjykon tjetrin nga pamja jashtme, gjykon tjetrin nga veshja, por këto nuk janë as liberalizim, nuk janë as inteligjencë. Këto janë kështu gjykonin komunistët, gjykonin njerëzit e prapambetur. Prapambetje për mua tregon të mos kesh njohuri për diçka dhe të flasësh pa ditur. Kjo është prapambetje.